se sa është pacienti, sa e ka potencialin e shëndetshëm dhe për me na dhonë mundësin edhe neve edhe vetit për me u trajtu. Po, se shpesh kam dëgju edhe nga rastet që na shkojnë, po edhe nga familjar, që një pacient ka pas një stad ma të zhvillun, një zhvillim të smundjes së tij maligne pak ma problematike, por që sistemi i tij imunitar, vitaliteti i tij ja ka dalë shumë më mirë se dikush që e ka pas një sistem imunitar pak ma dopt edhe ma... Ne i quajmë komorbiditete këto, do më thonë, ku përveç sëmundjes bazë, që është diagnostiku me kancer në këtë rast, varësisht se ku ai pacient ka dhe sëmundje tjera shoqëruese. Do më thonë, është me diabet, është me hipertension, apo edhe me diçka tjetër kronike, e cila faktikisht na e vështirëson qasjen për trajtim tek ai pacient, sepse duhet fillimisht të menaxhohen këto sëmundje shoqëruese që i ka, këto komorbiditete, pastaj për me mujt me luftu dhe me trajtu sëmundjen bazë në këtë rast.